Për Agron Dukën, puna ka nisur. Fushata derë më derë për të marrë votat në siglën e Partisë Republikane në qarkun e Durrësit është misioni i tij vetëm deri në 23 qershor. Në studion e emisionit One to One të gazetarit Patrik Sadikaj, ai rrëfeu se objektivi i tij është i shërbejë elektoratit që e ka mbështetur gjatë këtyre viteve, pavarësisht nëse janë të majt apo të djathtë. Në një intervistën prej 90 minutash, Duka ka hedhur dritë mbi arsyet që e detyruan të braktisë Partinë Socialiste. Vendimi erdhi pasi kreu i Selis Roze Edi Rama bëri një lëvizje të minutës së fundit, duke mos mbajtur premtimin për ta kandiduar në Durrës, në zonën e Shijakut, ku ndikimi i Agron Dukës është një fakt i njohur. Çfarë fjalë u kishte thënë? Do jesh kandidat për deputet në zonën e Durrësit në Shijak. Po kjo, sipas tij, në kohën kur ka pat konjunktura të tjera politike, në kohën që LSI-ja me PS-n kanë qenë darë, në kohën që LSI-ja me PS-n u puqën, atëherë pas ka ndryshu konjunkturat politike. Megjithatë, edhe nëse është kështu, duhet të më thojë që në momentin që u bë kjo marrëveshje, sepse marrëveshja ka bërë vete, edhe jo në momentet që bën listat. Duka pranoi se nuk ka biseduar asnjëherë me kreun e koalicionit të djathtë Sali Berisha, por nuk fsheu faktin se kandidimi i tij në siglën e Partisë Republikane ka pasur mbështetjen e kryeministrit. S'kam kontaktuar asnjëherë me Berishën, as si kam thonë herë mes, as ka thonë herë mes, as si kam dhënë dorën, as pa ka dhënë dorën. Rëndësishme është që unë jam në atë koalicion dhe nuk besoj që unë në atë koalicion pa aprovimin e Berishës. Agron Duka tha se i ka mbyllur përfundimisht derën një bashkëpunimi me Partinë Socialiste në të ardhmen. Me zotin Rama është një raport i thyer në mënyrë përfundimtare apo në politikë si vjet asnjëherë? Politik, kjo thuhet kurse për mua në mënyrë përfundimtare, në politik. Personalisht nuk kam asgjë me të. Personalisht asgjë. Nuk them që nuk mund të ulem me të edhe në të ardhmen, se miq do jemi. Ta zejmë se një nga një do humbi, ndoshta edhe kemi mund të kërkojmë në i falë njëri tjetrit, nuk i dihet. Por në politikë në mënyrë absolute asnjëherë. Duka nuk e konsideron as pak një sfidë fitore në një mandati në qarkun e Durrësit dhe këtu i referohet faktit se fushatën e tij e udhëheqi vëllai Armando Duka, që vetë ai e cilësoi një ekonomist të ftohtë.